Natyra e paprekur, objektet e kultit dhe mënyrat tradicionale jetesës së banorëve në zonat rurale të qarkut Gjirokastër, po tërheqin gjithnjë më shumë vëmendjen e turistëve vendas dhe të huaj. Vizitorë që zgjedhin këto zona kërkojnë të përjetojnë nga afër traditat, historinë dhe kulturën e pasur. Më interesuar janë në zonën e Dropullit, pasi njihet që Dropulli ka një histori shumë të vjetër, kulturore, historike edhe okulte. Aty ka pasur më shumë interes nga të huajt që duan të eksplorojnë manastiret, monumentet arkeologjike e të tjerë. Turistët preferojnë një ndërthurje që kemi ne duke përfshirë kulturën vendase, traditën vendase, monumentet e kultit, bukuritë natyrore që zotëron ajo vend. Janë disa zona shumë interesante, siç është manastiri Shëntriadës në Pepel, ku janë dhe liçene shumë të bukura, rezervuare më saktë. Fshati Selos, që ka një histori antike shumë të vjetër, peizazh shumë të bukur. Gjithashtu duke përfshirë dhe fshatin e Koshovicës, që është zona kufitare që njihet më pak, qoftë nga vendasit, qoftë edhe nga të huajt. Interesi është për ecje me këmbë më shumë, sepse duke ecur me këmbë ti mund të shohësh më shumë, mund të vizitosh më shumë, mund të kapësh pamjet më të bukura që zotëron ajo zonë, mund të shohësh manastiret me historitë që ato pasqyrojnë. Kryesisht vijnë nga Europa qendrore dhe Europa veriore. Ata janë më të interesuar për pasuritë kulturore të vendit tonë. Në këtë fillim sezoni turistik pritshmëritë janë të larta. Sipas operatorëve të turizmit, rezervimet kanë nisur më herët se vitet e kaluara dhe numri turistëve pritet të jetë në rritje. Me pasqyrimin e shtigjeve të reja dhe me promovimin e këtyre zonave, shpresojmë që fluksi i turistëve ose interesi i tyre do jetë më i madh, krahasuar me vendet e tjera. Kemi pasur kontakte me operatorë dhe agjenci të ndryshme si vendase dhe të huaja, të cilat kanë rezervuar shërbimet hiking kryesisht në këtë zonë. Turizmi rural në zonat e qarkut Gjirokastër po shndërrohet gjithnjë më shumë në një mundësi zhvillimi për komunitetin lokal, duke promovuar traditën, kulinarinë dhe mikpritjen karakteristike të banorëve të zonës.